Këshilltari i opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Gjergj Nika, nëpërmjet një komenti të gjatë në rrjetet sociale, thekson se Vlora e sotme nuk është më qyteti që kemi njohur, punuar dhe dashur, jemi dëshmitar të batërdisë. Kështu e nis komentin e tij këshilltari Nika, mes rënimit të industrisë, biznesit që po jep shpirt, zbrazjes së frikshme të qytetit nga të rinjt, njerëzve të stresuar, turizmit pa infrastrukturë, si dhe arsimit në agoni, Vlora po shndërrohet në një qytet fantazëm, pa kujtesë dhe pa identitet. Ai thot se kjo nuk është një rastësi, por është tërësisht e qëllimshme. Kjo është pasojë e politikave shkatruese, keq qeverisjes dhe korrupsionit që për vite me radhë kanë sunduar mbi Vlorën. Zonat historike të qytetit nuk janë më siç i kanë njohur brezat e vlonjatëve, thot ai. Në vend të zhvillimit të menduar dhe respektit për historinë, Vlora ka parë ndërtime pa kriter, beton pa vizion, si dhe zhdukje të kujtesës historike. Nuk kam qenë asnjëherë kur kundër zhvillimit, madje jam promotor i tij, por zhvillimi nuk mund të bëhet duke shkatruar identitetin e qytetit. Dhe pikërisht ky qytet është trajtuar nga qeveria dhe akoma më shumë bashkia si një territor për interesa politike dhe klienteliste, jo si një pasuri kombëtare që duhet mbrojtur, vijon komentin e tij këshilltari Nika. Sipas tij, sot Vlora po humb betejën me trashëgiminë e saj, të huajve dhe fëmijëve tan. Kemi gjithnjë më pak për t'u treguar, sepse kujtesa historike është zëvendësuar me beton, kaos dhe projekte pa shpirt. Kjo është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e atyre që kanë dhe kanë pasur pushtetin dhe vendimarrjen mbi këtë qytet. Por Vlora nuk janë vetëm sheshet e krijuar së fundmi, rrugët pa kuptim dhe ndërtesat. Ai vazhdon më tej komentin e tij duke u shprehur: Vlora janë njerëzit dhe historia e saj. Nuk u kërkohet llogari atyre që e kanë qeverisur qytetin për vite me radhë. Nuk u kërkohet llogari për zbrazjen e Vlorës. Nuk u kërkohet llogari për shkatrimin pa kriter. Nuk u kërkohet llogari për korrupsionin dhe për lidhjet e politikës qendrore dhe lokale me interesa mafioze. Rilindasit që kanë qeverisur Vlorën këto 13 vite nuk mund të flasin për dinjitet, kur vetë qyteti është trajtuar pa dinjitet. Nuk mund të flasin për zhvillim, kur qyteti po humb identitetin, si dhe njerëzit po e braktisin. Në këtë situatë, përfitues nuk janë qytetarët, përfitues janë vetëm klanet e interesave, si dhe grupet e lidhura me politikën që për vite me radhë kanë përdorur dhe manipuluar Vlorën për pushtet dhe përfitim. Prandaj sot Vlora nuk ka nevojë për heshtje dhe as për reagime të vakta në rrjetet sociale. Vlora ka nevojë për revoltë qytetare kundër arrogancës së pushtetit, korrupsionit dhe shkatrimit të identitetit të saj, sepse një qytet që hesht përballë padrejtësisë rrezikon të humbasë jo vetëm të ardhmen, por edhe historinë e tij. Vlora nuk është pronë e qeverisë, nuk është laborator për eksperimente politike dhe as vegël për pastrimin e xhepit të klientëve të saj, përfundon reagimin e tij Gjergj Nika.